mirëmëngjesi, dashur televizionistë, kanë dëgjues Radio Skan 92.9 në FM, ju përshëndesim të gjithë në këtë mëngjes i cili ka vishë shkëlqyer fare, madje temperaturat krahasuar me dje bien me 1 gradë, po ku sot parashikohet të jetë një ditë të kryesisht me diell, me kalim të reve shumë pak, thuajse fare, domethënë, ose le të themi të holla, edhe parashikohet një ditë e mirë, e bukur pak a shumë si dje. Të dashurisht ne sot jemi e shtunë, data është 3 maj 2025 eksakte, ora 7 pa pak sekonda, dhe si çdo mëngjes të mos harroni dhe nxitoni dashurisht që orën parë për të prenotuar numrin tuaj në 069 40 003. Kemi një pyetje për ditën e sotme, pyetje të cilën jeni të ftuar të gjithë për të shtjelluar dhe më saktë për të argumentuar. Pse? Një grua apo një burr në Shqipëri, cili prej tyre has më shumë vështirësi në jetën e përditshme? Duket sikur është një pyetje e përgjithshme, në fakt po secili po mendoj veten, po mendoj njerëzit që rrethojnë, arrin të gjejë argumenta dhe të jap një opinion, një arsyetim. Pra, një grua apo një burr në Shqipëri, cili prej tyre has më shumë vështirësi në jetën e përditshme? Mos më mendoni gjatë, bujrum 069 40 41 003. Sa më shpejt, aq më mirë, se është unë sot, çojmë pak vonë nga gjumi dhe pastaj bëhet dyndje. Mirë shumë. 069 40 41 003. Me telefonatën, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, Aldo. Kush jeni nga Flisni? Robi nga Italia. Buongiorno, Robi. Buongiorno. Edhe sot në punë, ha? Në? Edhe sot në punë, them. Sot po, çdo ditë në punë. Çdo ditë. O Robi, me çfarë merresh në Itali ti? Kemi filluar stagionin. Stagjon. Kuptova. Urdhëroj tash. Tani, unë mendoj që në Shqipëri më vështirësi mund të ketë burri se sa gruaja. Pse mendon kështu? Sepse kur vinë në Shqipëri, gratë i shikojnë më të lirshme se sa burra. Po si shef? I shikojnë më të lirshme dhe për shembull dhe në shtëpi kanë më ndihmë, kurse këtu ne s'kemi ndihmë fare nga burra. Shikojnë gjithë vetëm, po. E marrë vesh. Edhe kur ikim pazarin, unë për shembull e bëj të gjitha vetëm, nuk kam ndihmë fare nga burri. Nuk punët burre apo s'do? Jo, aq po dhe me punën. Unë di gruaja i bën çik më shumë. Ndodhet më shumë. E kuptova. Prandaj. Mirë, falenderoj shumë dashur për telefonatën. Gjithë mirë atë. Shëndet e marsi. Temë që ha diskutim kjo, sepse rasti nuk i ngjan. Kështu që nxitoni miq për të prenotuar 069 40 41 003. Mirë shumë. Me telefonatën e mëngjesi. Mirë. Kush jeni nga Flisni? Leda nga Shjaku. Leda. Mirë, një puntjavë të bukur. Rofshi dashur, Tani, sa për temën? Vështirësimet male, a ka gruaja? Pse? Jo se burri është ngele pas, po është diçka, si që është gruaja në punte, to është dhe burri, kupton? Të që gruaja kur vjen, ka të që menaxhimin e darkës, do merret me darkë, do merret me fëmijë, do merret me gjithçka. Jo, do të pyetja është, nuk është pyetja çfarë bën, pyetja është ku has vështirësi. Tash vështirësi në gjatë jetës apo gjatë punës ku punon, sepse janë gjëra të ndryshme tash. Apo a kupton? Të gjitha bashkë. Gruaja. E të thonë, nuk e bë burri kur punën e gruas. Ta bën, ja, nuk e bën. Ta do të mundohet. Ti duke fillu me fëmijët, me marrë me mësimet e fëmijëve, burri nuk ka nerva. Nana bën gjithçka, harroj. Një mysafir në targ, burri do merret në mysafirin darkën, do ta menaxhoj gruaja. Çdo gjë gruaja, çfarë tu thon Aldo, gruaja më shumë. Mirë. Punë të mbarë. Gjithashtu. Telefonata e mëngjesi. Mirëmëngjes, Aldo. Kush jeni nga Flisni? Ademi të nga Durrës. Adem. Një fundjavë të këndshme ju dhe gjithë stafit. Gjithashtu. Sa për temën sot edhe unë mendoj për gruaja, sidomos për ato gratë të votuara. Pse? Ajo pjesë. Sepse aty duhet edhe të punojnë për të kujdesur se fatkeqësisht i pjesë të burrave si ndas xhadinë se kanë fëmijë apo ja. E marrë shumë, po pyetja është domethënë, përderisa gratë divorcuar, domethënë edhe burrat janë divorcuar. Po, problemi është i pjesë, unë po të them, ndoshta kam dëgjuar edhe shumë raste që burri pasi ka divorcuar i ka thënë fëmijës po zgjidhni gjithë. Nuk ka kujdes madja dhe për të që i ka thënë gjykata. Po sa raste keni gjumë? Sa? Po nëse duhet përgjithësuar.
Edhe unë thash për një pjesë, nuk e di një shtetit, ndoshta nuk e njoh mirë, por nëse jashtë shtetit nuk e kujdeset për vetimin e gjykatës, është më ndryshe se këto. Kurse këtu ja hedhën sa mundësi të paguaj dhe prandaj them gruaja. A fatë të tjerë ndoshta mund të ketë edhe shumë të tjera. E kuptova. Mirë dhe më, rofsh në more. Vioni iq, 069 41 003. Ora është fiks 7:10 minuta. Vijojmë, telefonata e mëngjesit. Alo, mëngjes. Kush jeni nga Prisni? Si jeni janë? Mirë, faleminderit juve. Faleminderit mirë. Kush do të po shkoj në punë? Po kush jeni ju? Pak se jam në Villa Boçe edhe pak. Tani edhe jam në Villa Boçe. Edhe një kush jem, fal? Unë jam Fationi nga Vlora. Ku Fationi hamo, gjigant? Mirë, ja. Tani po shkojmë në Durrës. Si çdo ditë? E marrësh. Na lihet puna. Por temën, po thoi që tani, për sa i përket temës, besoj se është reciproke në të dyja palët. Nuk besoj se hash më shumë vërse si gruaja apo burri. Është çështje kurajo. Të dy janë të Qa janë të? Mushko budinja, se gjuna afë. Telefonata e mëngjesi. Aldo, mirë mëngjes. Kush jeni nga Prishtinë? Rola nga Tirana. Alhamdulillah. Për temën, Aldo. Urdhro. Jo se kanë burrat punë të letore. Gruaja do ndërtimi nuk e ha, vetë punon burri. Po i qartë. Nëse shiko, se po kapim të puna, tani puna është një pjesë e jetës. Po, dëgjë, në qoftë se ajo familje është një familje shëndosh, burri dhe gruaja punët i kanë të ndara dhe bie në mënyrë të barabartë. Sot ky brezi kështu e ka, në kohën tonë po lodheshin më shumë. Sot brezi i ri punët i kanë të ndara dhe nuk ndjen lodhja. Qartë, domethënë, pra një grua apo një burrë në Shqipëri, cili prej tyre has më shumë vështirësi në jetën e përditshme? Tani që është një çik më e preokupuar në familje, se bjen çik bara te femra. Po s'mund të thosh që femra ka punën më të vështirë. E qartë. Reciprok është ti. Të mendim kam. Në rregull, respektoj mendimin tënd. Përshëndet. Gjithashtu. Telefonata e mëngjesit. Faleminderit. Po kush jeni nga Prishtinë? Aldo. Po. Shkëlqimi jam Aldo. Po moçimi. Aldora. Mirë shumë. Po ku jo, Flori, ku jo? Në Tiranë. Se një 2 ditë po mora dhe nuk më dilde. Urdhro. Dëgjoj. Gruaja nuk ka në botë. Gruaja ka vështirësi më shumë, Aldo. Po ku shef të vështirësit? Do të them se më shumë. Burri. Ikën në punë, ka dhe që të punojnë, ikën tër ditën. Po edhe vjen nga puna, burr. Po vjen nga puna ai, po ai s'lan as kokën e tij. Pse? Burrat janë edhe gruaja i bën të gjitha, e lanë edhe burrin si fëmijë. Po jo, mo. Ta them me sinqeritet këtë. Ua? Me plot bindje po ta them. Se diet. Burrat u them edhe kokën nuk lajnë. Po pse nuk lajnë? Janë lyrashë ta them më të shumtët. Nuk lajnë, gruaja i bën të gjitha, e lanë edhe si fëmijë në magje. I po thua për një burr që ka një problem në një gjë? Jo, janë të gjithë ore. Unë i shikoj rrugës. Po më fal, po burrat nuk e lënë kokën rrugës, po lajnë në shtëpi. Ku shef? Po mirë, nuk diskutoj, po them këtë, që kokën e ka. Koka për i bret të djes. Këmisha për i bret. I thotë hajde lavore. Jo, mirë kam këto thot. E kuptoj. Mirë kam, lere thot. Prandaj gruaja është gjithçka në jetë. Iki gruaja më pak, iki gruaja të vete i jati të rinja 15 ditë atje, se ka baban së murë, e të rik burin në shtëpi, po su qelb, nuk lan dot askëm të tia. Ta them me sinqeritet të. Po mi ka keq. Po ta them burore këtë, që nuk ka më si gruaja në botë. Po mos kesh gruan, burra të gjithë qelben. E qartë, pra ti po thua në sensin e pastrimit, apo jo? Po pastrimi edhe të jetës, të gjithë të jetës. Po pse më dha? Ta them me sinqeritet këtë, lere, jam kështu direkt i bërtur për këtë. Orë direkt, unë që e di po, pyetja është, domethënë, pse ti mendon që burrat nuk lahen? Po nuk lahen se ka në gjaku, do ta ketë në gjak vetaj. Ai vjo ti thot gruaja atje, ti thot ai duhet lahet vet. Po sa edhe ai duhet lahet me rrobat vet. Urdhro, ç'a ishte kjo? Edhe rrobat duhet laj vet. Burri la njerë.
Aha. Po, ti la lavatrice të mund, ba? Po e lavatrice, lavatrice. Ah, ba. Ashtu po ma, ashtu po. Po jo ti lëri lopa ti edhe ashtu me shkelme. Edhe o grua, hajde laj. Hajde laj. Se e thonë kështu, a? Qarë re? Breserio. E kuptoj. Po nga vjen kjo, gjithë kjo kulturë? Kjo kulturë vjen na vetë njeriu që se ka në gjak pasërtin. Nuk ka pas njeriu, po nuk pasi pasërtin në gjak për mua, nuk është të ketë sa doj para, të jetë sa të doj të jetë njeriu mire. Të jetë edhe miliarder, po pasi pasërtia se së qas njeri, nuk të shoqëron njeri. E marrësh. Pra ti thuaj që gruaja do të thënë është roli vendimtar në larje dhe në shplarje. Baza, është fabrik. Fabrik e larje. E qartë. Mirë vlla. Rosh, të dëgjofsha të mirën. Gjithashtu. Dele frata i mëngjesi. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Lumja jam. Po Lumja. Burri dhe gruaja në fakt do të jenë dy krah të një trupi, por barën më të madhe ka gruaja sepse ajo në familje është mësuese, është edukatore, është infermiere, është kupinjere, është psikologe, por do thotë i bëj me qëllim të pastër. Ne kuptoj. Jo për kaluara. Do të ti e përqendrohet te familja. Në fakt pyetja është më e përgjithshme se kaq. Një grua apo një burrë në Shqipëri, cili prej tyre ka më shumë vështirësi në jetën e përditshme? Më shumë vështirësi gruaja. Ka barrë më të madhe. Punon për shteti ose privat, plus ka dhe këto të tjera në familje. Po kur s'ka familje, s'ka shbeqare? Kur është beqare punon për vete, zoti për gjithë. Do është më mirë. Më mirë. Osa mirë. Por gjithë të mirë ata. Gjithashtu. Mirë. Vioni, ora është 7:21 minuta. 069 40 41 003. Mirë. Me telefonat të mëngjesi. Mëngjesi Aldo. Kush jeni nga Prishtinë? Marieta, jam nga Progradi. Me Marieta. Si të kam, mirë. Mirë, shumë. Mire ke familje, shëndetin. Faleminderit, ordra. Desha të flisnja për temën o ato. Patjetër. Po, burri në të vërtetë punën më të rëndë ka kudo. Aha. Dhe edhe ne lodhemi në punë të shtëpisë, po sa do punë shtëpie janë. Jo, pyetash, kush has më shumë vështirësi? Burrat hasin. Mua për veten time burri has më shumë vështirësi. Ku, në punë apo në familje apo ku? Po në punë më shumë, familje unë jeq nga ilet e shtëpisë, sepse ai është i larguar, plus edhe sebepet apo sebepet këto të gëzimeve, të idhrimeve gjithmonë, gruaja jeq më shumë. E marrësh. Sa do, edhe për që të folja i burri më parë për pastërtinë, ne jemi shtysë për çdo gjë. E qartë. Pra të bënd gruaja është heroinë në familje, është. Një grua hasë festar. E kuptoj, festar. Mirë motor, shumë faleminderit. Tjetra, telefonata në mëngjesi. Mëngjes Aldo. Kush jeni nga Prishtinë? Unë jam Adi nga Tirana, për temën kam këtë mendim. Aha. Përgjegjësia më e madhe është e burrit. Në qoftë se një familje është në vështirësi ekonomike, është përgjegjësia e burrit. E qartë. Në qoftë familje është në vështirësi tjera, përgjegjësia është e burrit që t'i dali për zot familje. Me la burri pas ka më vështirat. Patjetër, burri ka më shumë përgjegjësi për familjen. Mirë, valla. Shumë faleminderit. Faleminderit Aldo. Rrofsh qofsh. Jemi 27 ora me zotin Nikaj, urdhërojmë zotëri. Mirëmëngjes, përshëndetje, një fundjavë të këndshme të gjithëve drejt për drejt në ekranin e televizionit Klanve Live nga Prokuroria e Kryeqytetit. Në fakt, Aldo, edhe pse jemi fundjavë, një pjesë e mirë janë pushim që është e vërtetë, ama nuk njohin pushime, sigurisht kandidatët e partive politike dhe stafi tyre në këto ditë fundit, ti shohë shkallët e pallateve më thash, janë të mbushura në fakt me këto flet palosje, sigurisht që po, apo edhe këto kafet në grumbullime dhe tubime të shumta. Në fakt, Aldo, do të kaloj me njerë pa humbur kohë tek një qytetare rreth të 60-ave të dashur miq, lumavje shkreta kursente shumë në fakt, por nga ana tjetër ka raportuar një shqetësim që lidhet me sigurinë e barnave që tregtohen nëpërmjet platformave online. Mori me demek një ilaç vunte nga romatizma si gratë shqiptare, lajë shplaj gjithë jetës në fakt me këto burra pianeca, po nuk i bëri mirë ky ilaç, i vjen çuni vet nga jashtë se kursente shumë lumavje, i famoj ma
pse s'bëra analizë, robi shkon ke mjeku me më thetash, në fakt nga shiu ka rënë në breshë, shqyqyqe ka kapur mirë, do me thëmë, pa kaluar një kohë shumë e gjatë, sepse ai ilaç nuk i bënte as pak mirë. Diçka tjetër, në fakt ajo do të tregoj një histori të dhimbshme, një informacion për një zonjë rreth të 50-ave. Në fakt kishte tregoca, këto tregoca me 3 palburra të ndryshëm të dashurmiq, dhe në ran dashuritja thatë juve me një çunja 30 vjeç. Ky fakt kishte një hyrje 3 dhoma kuzhinë dhe ja lëshovi një dhomë kësaj për ndarje qeraje. Pas dashurisë më theta, sigurisht që djali përfundoi në dhomat e paraburgimit, sepse zonja në fjalë denoncovi për dhunë në familje, ky ngriti dorën, më pas u pajtuan kjo lëshë një deklaratë notariale që marrëdhëniet e tyre ishin stabilizuar dhe përmirësuar dhe djali ka dalë jashtë qelive ku janë rikthyer sigurisht pra në këtë lidhje. Diçka tjetër, në fakt me thënë të vërtetën Aldo, do të shkojmë te Kruga Kavajës. Në fakt, këto hyrje ditore dhe javore janë bërë problematike goxha aty, sigurisht janë njoftuar organet kompetente, vinë e iki. Në fakt, bërtasi na u thetash një zhurmë vërtet shumë e madhe, sepse aty jetonin dhe një pjesë kanë qenë të moshuar, kanë dashur qetësi, të shohim çfarë do të ndodhi. Diçka tjetër, në fakt, sigurisht që kemi patur te kjo lagja, këtu te prokuroria, ecë nga 2 minuta me këmbë të braka, probleme me ujin e pishëm të dashurmiq, nuk po pihet mirë ata as për gjell, në fakt anvisat nuk kanë mundur që ta gatuajnë për shkak të një ere vërtet të ndotur, ku do të shohim çfarë do të ndodhi në ditët në vim. Okej, mirë. 069 20 21 003, i vjetë kemi shumë pak momente publicitet, për të rikthyer përsëri në studio, nuk vënohemi. Mirë shumë, ora është e 33, do të thënë 7:33 minuta. Vjoni dashmiq për të prenotuar në 069 20 21 003, pikërisht në Klan, dhe njëkohësisht në radio kombëtare Radio Klan në frekuencën 92.9 në FM. Pra prenotimi 069 20 21 003. Mirë, mrekulli, vjoj. Me telefonatën një gjesti. Ku qeni ka visti? Gjevria nga program. Po, Gjevria, urdhra. Si u gëzita e një mirë. Mirë, faleminderit. Shqyr. Ha me gjë. Te më desha të thëmë. Po, urdhra. Të 2 peshë kanë, dhe burrë dhe gruan, apo më shumë ka burrë? Jo, cili për tyre hasë më shumë për shërësi është pyetja. Jo peshë. Dakor, po halët e shtëpis, më shumë burri se kur vinë në shtëpis që të rasin, vjen një mik më kretë e filan. O filan. Për shembull. A më ma shiko tani se miku nuk është hall. Ore, dihet ajo, të zë një hall. Në puna, kudo që ti jesh, të zë një hall, burri do t'i heki hallës. Ashtu, a? Nuk mund të t'i heki grua nga hallës, atë draj. E kuptova, mirë Gjevria, rosh, faleminderit. Telefonata një gjesi. Një gjesi, Aldo. Ku shini nga Prishtinë juve? Sofia nga Tirana. Sofia, pa. Sofia nga Tirana. A, më Sofia. Janë shmerë bukur. Jo ashtu. Po ku bën do të gruaja pa burrin me atë? Gruaja ka më shumë vështirësi. Aha. Burri shyllet shtëpis njerë, ku ka këtu pa burrin. Ti që ashtu rrim ke prindit tanë, pa martuar dhe bënim jetën më të. Nuk është tema rrjedhë të me burrin. Ka vështirësi shumë gruaja pa burrin. Është shumë e shkërmoqje dërmur fare. Ashtu, nga puna, nuk punon do të më rëzjatur, nuk punon do të natën. Fëmija ka autoritet ku vjen babi, ka një heshtje totale. Po pse duhet me heshte? Ka autoritet, burri. Po pse duhet me heshte? Jo, burri ka një zemër të ngurt, e don me zemër fëmin. Gruaja e shfaq. Po kush tha që ka? Nuk ja prish po e kakte se vështirësitë e jetës janë këto. Pra burra vjen nga zemra, këtë thua. Pa burri nuk bëhet asgjë. S'bëhet më. Nuk ma shpije me i shtyll, kur? E kuptova. Ju të narroni sa malit të kemi për gjithmon i shavën familje. Rofë që në qyte shtylla. Jo, nuk është shtyllë, u që një shtyllë zemrët sortë. Keni karakter, keni guzim, keni... Po pse shtyllë, nuk thua shifonjë, për shumë është të shtyllë? Po shifonjë nuk rinë kem. Shifonjë për të rrë, nikën. Po jo, dakor pra... Kurse burri vjen në shpi. Risi pem, si shtyllë. Jo, si shtyllë. Po ti themi? Me kuptimin figurativ. Si që e kuptim figurativ, se di unë? Po tani nuk e gjitha ti nuk i tine, tani me madhe o një 7 vjetare, po pse i thu burrit shtyllë për shembull?
Nuk e sa është figurative. Burri është i përqendruar, do të jetë në shtëpi patjetër, një shtëpi që s'ka maskull, në shtëpi si rëleja që e me qartë. Po pse nuk e thot burri lule për shembull? Mund të thësi lule. Lule vishket thahet. Vishket thahet. Qartë, burri nuk thahet. Burri është i fortë. Po mund të thosh risitull për shembull, ose si para fabrikat. Nuk mund të thësh, ai e thot burri risitull ajo. Po edhe shtylla për betonin është knasht. Është e fortë ajo. Nuk bie kurrë. Kuptoj. Amrat. Më falënderoj shumë telefonatën, faleminderit. Telefonata e mëngjesi. Aldo. Mëngjes. Mëngjes Aldo. Kush jeni ju ba? Unë jam Andi nga Skrapari. Andi? Po. Po, ordra, mëngjes. Të uroj një ditë të mbarë, një muaj të mbarë, tyre gjithë stafit të realizus të televizionin plan. Gjithashtu. Për temën Aldo, unë mendoj se tani të dy kanë përgjegjësi, si burra e gruaja, po punën më të madhe në shtëpi e ka gruaja. Gruaja është universi. Universi? Universi në shtëpi, bukuria, dashuria, edukimi, skulptura. Gruaja është universi, burri është universiteti. Pra ndaj Aldo që gruaja është kryesorja, ne kemi shprehje këte nga Skrapari që themi që do gruan, që do mallin, që do gjenë kur se grua për qenë. Qartë. Gruaja ka ekonomin, ka edukimin e fëmijëve, mirë rritjen, e shumë gjëra që nuk duken, punë të padukshme, po që janë domosdoshme, Aldo. Qartë. Po burri, po? Po, burri ka një drejtim, ka një punë, po gruaja ka shumë punë. Kuptova. Mari. Po, Aldo. Duroj shëndet, gjithë të mirat. Shëndet e mbarësi, ja të kemi në Vlorë. Figurë! Mirë mëngjesi, Aldo të nga Vlora. Një kohë të mirë, por freskët. Nuk e di ky mëngjesi si një dimri i vogël ta themi. Kush e di unë? Por që mos e ftor. Po tani çfarë bën vaki? Me këto ndryshimin e korave, njëherë ftohtë, njëherë ngrohtë, nuk merret vesh të vishë dhe normale të marrësh në një ftohtë të vogël. Ata thuaj. Përveç tyre ne kemi ato problemet tona që mundohemi sa do pak të japim në një zgjidhje, po ato që marrin zgjidhje kanë, ata që s'kan pastaj vazhdojnë i sqarojnë vetë gjërat. Po si në rastin e e dy grave, Aldo, ku kanë debatuar me njëra tjetrën dhe kjo ka ndodhur vetëm për arsye se njëra prej tyre ngrihet çdo mëngjes, le ta themi pak herët, në ora 5 ose 6 i mëngjesit dhe pastron atë pjesën e shkallës, le ta themi të këtë pallatit, po e ke parasysh të shkallës të tyre. Mirë po, njëra, ajo që del më shpejt që pastron i thotë gjithonës tjetër që ka përballë, duhet të ngrihesh dhe ti po në orën 5-6. Kur ngrihesh dhe të fillosh të pastrosh katin, se nuk e kam vetëm unë, e kemi të përbashkët. Mirë po zonja, do më thënë imagjinoj që mirë ty që të del gjumi, po në tjerës që jemi në punë si t'ja bëjmë që s'para na del gjumi dhe një të shtunë të djelë që kemi. Mirë pa nuk do t'ja di, kanë vazhduar debati derisa i kanë dhënë një zgjidhje që do zota një zonja do të ngrihet një në kaqshkoj që ta pastroj dhe ajo atë pjesën e shkallës. E kuptova, paskadash me bosher. Po ka dash me bosher, por që ka qenë një situatë ku të kapet edhe ajo dhe aty po të patën e kanë mbyllur me, do më thënë duke u zgjidhur, duke u sqaruar me njëra tjetrën. Dërsa një makinë është bërë mollsheri, siç i themi ne tek Vlora, për dy çunat, për arsye se njëri prej tyre, i zoti i makinës, kishte çuar makinën për në servis, mirë po të gjithë çunat, do të thonë ata që kishin marrë me makinën, i kishin vënë pjesë të përdorura makinës dhe mbas disa ditëve makina kishte bërë po të njëjtin defekt dhe aty zotëria e ka çuar pasi është hapur makina, kam parë që ka qenë pjesë të përdorur. Aty nga nis debati derisa zotëria i ka dhënë një ultimatum që unë dhe lekët ua kam dhënë për të reja, ju i keni vendosur të përdorura, kështu që secili do ta zgjidhë, nuk e di, dua makinën e bër. Tjetër. Ka dhe nga këto. Ndërsa në një shkollë në Vlora, dy vajza janë zënë me njëra tjetrën për arsye në një djali. Në fakt njëra prej tyre djalin e ka vëllai. Dërsa tjetra ka rënë brenda me djali, me pa fjalë do djali. Mirë po motra e djalit nuk dëshiron që ata të kenë një lidhje me njëri tjetrin. Zdasha kunata me vëlla, po. Kunata, po.
nuk dëshiroj që ata të kenë një lidhje me njëri tjetri për arsye se para një viti në atë shkollë dhe po për të njëjtën vajzë janë zënë dy çuna ku dhe njëri ka ngelur pak fare i plagosur me gjëra të vogla, si i thonë. Dhe nuk doj që edhe vllai i saj të ketë po të njëjtën fat, si i thon, apo po të njëjtën situatë me çuna që ishin para një viti, po për të njëjtën vajzë. Kështu që aty ka nisë debati ndërmjet njëra tjetrës dhe nuk dëshirojnë që i vllai të ketë një lidhje me këtë. Jo, po duan. Jo, po të duan, normale, po të duan. Okej, këto kishe më. Po, pak a shumë këto kishim lasa gjëra të vogla kanë ndodhur në poshtë, do të thonë një e madhe. Okej, mirë, vjojmë. Ora do dhe 13 minuta për të shkuar fix 8. Vjoni miq, 069 20 21 003. Rrata im gjesi. Mëngjes. Kush jeni nga Fristi? Moza nga Elbasani. Moza, si të kam mirje? Ju përshëndes. Gjithashtu i dashur. Ura. Për temën, mendoj që gruaja ka peshën më të rëndë, normale. Aha. Burri bën atë punën në shtetin që ka për të bërë. Aha. Vjen në shtëpi dhe ja fut televizor. Jo, ore, se kështu bën burri, ja? Po, ma. Ua, po sa si lloj ndihmë si lloj gjë? Gratë ose është pesha shumë më rëndë se e qartë. Bën gjitha bashkë. Minimum, ta shumë faleminderit që na morë. Provojmë tjetër. Telefonata më gjesi. Mirëmëngjes Aldo. Kush jeni nga Fristi? Sofia nga Italia. Po buongiorno, Sofia Ordra. Buongiorno. Aldo, në Shqipëri, nëse nuk hiqet fjala ai, ajo, ata, ato, ky, kjo, se i them to, se në imitojnë të tjerët, apo të krahasojmë jetën me të tjerët, vështirësohet çdo gjë, si për gruan dhe për burrin. Però nëse ti organizon jetën tënde pa imituar e krahasuar me të tjerët, vështirësit i ke njësoj, si grua dhe burr, se je i pavarur nga jetët të tjerëve. E kuptoj. Jam shumë i qartë. Mirë motor, shumë faleminderit që na more. Telefonata im gjesi. Alo. Mirë gjesi. Mëngjes. Kush jeni nga Fristi? Unë i Margimi flas nga Kamza. Po kimo. Për temën që diskutohet, jam shumë dakord, po jo që do të dalë një grua për balloj shtëpi, për balloj se. Po pra ne po them pra. Gruaja si të bëj 8 orë punë ose 6 orë punë, që u kthy nga Amerika, ka të çliru venin, kurse burri kthehet edhe bëhet dhe një turn ditë për të prunë shtëpi, bëhet la për burra për shtëpi, për burra që flen ke kazanat e plena, se ka burra që bëhet droge, flen kazanat plena, ai që flen ke kazanat e plena së as për gruas për shtëpi. Po shka, një burr mund të jetë i pamartuar, s'do të thotë gjë. Pare pra, nuk bëhet la për një burr familjar, ashtu dhe nuk ka kur gru më të zojnë se sa një burr familjar që t'je maj shpinë. Se një gur pra 4 orë punë, 6 orë punë, një burr bën e 12, rridhe 24 orë punë, shkone projet Greqisë dhe Italisë dhe ngelet ndet. Gratë kam bë vakit, këtë bën e surprizë madhe. Pra ne respekte për gratë, po jo në atë masit diskutoj atë shofë që sikur dalin gratë ka si ruvenin. Respekte, ju vahmarë, ka lëfë të mirë pa që shëndet, një ditë të marët gjithashtu. Mrekulli fare. Pra, është një temë që e mban debatin. Mja thot të argumentoni. Zërata një gjesi. Mëngjesi, zoti Aldo. Kush jeni nga Fristi? Jam Mira nga Elbasani. Mira si, Mirë, faleminderit, juve mirë. Dërë tani një dhe keq. Sa për temën, desha të thoja që do t'i kategorizojmë këto punë të burrave. Ka burra, për shembull, që çdo gjë ja lën gruas. Punon, fiton dhe ja lën gruas. Ashtu ka burra, për shembull, që ikin se çajin kokën fare. Ose, po patjetër ka, se rastet janë të ndryshme. Po ka dhe burra, për shembull, që janë gojt njëri tjetrit, domethënë siç bën njëri dhe tjetri. Po edhe unë them që po ka atë gra heroina. Unë po marr për shembull rastin tim personal. Burrin e kam pasur smun. Tash kush e merr atë? Mirë, në rast të bimi, okay. Domethënë duhet ta ndjen edhe këtë në dukje për shembull që. Po, e dihet ajo, nuk. Në rast se burri është i smur, është i pamundur, meritat jo se i merr gruaja, se dhe ky burri ka dhënë kontributin e tij deri në atë moment pa u smurur. Kuptoj. Por ama që
jo kaq vlerë e madhe për burrat, them unë. Sepse edhe gruaja bën atë sikur çfarë do bë. E saj. A kuptova. Urna? Jo sikur çfarë po bëjnë them. Jo, po të dy. Po bravo. Unë thash I kategorizova në fillim. Po ama jo gjithmonë burri vlerë kaq e madhe. Edhe gruaja shkret punon. E marrësh. Sakrifikon. Po si më. Po, faleminderit. Mirë, motor, shumë faleminderit që na morë. Telefonata e mëngjesi. Mëngjesi Aldo. Kush jeni nga Prishtinë? Anila nga Elbasani. Anila hami. Si jeni Aldo, mirë? Deri tani okay, Falenderojmë Zotin. Sa për temën, desha të thoja që po të dinti menaxhojnë si hallet, si gëzimet, të dy bashk do t'i kalojnë. Po, bravo. Pra ti thua që domethënë një burr apo një grua, kush has më shumë vështirësi në jetën e përditshme? Tani unë them që të dy bashk, në mënyra të ndryshme. Po, atë e diun, po kush has më shumë? Po, them se gruaja se punojnë gjithë ditën, vinë të lodhur, stresi fëmijëve. Kush ka fëmijë adoleshente e kupton shumë mirë, sepse nëna bën një rol shumë të madh në familje, se duhet të menaxhojë të gjitha problemet, hallet. Edhe një nanë e mirë them që I kalon çdo gjë bashkë me bashkëshortin të dy, nëse ato një kuptohen. Si hallet si gëzimet. E kuptova. Mirë, Gjan, falenderoj shumë për telefonatën. Në telefonata mëngjesi. Alo, përshëndetje Aldo, Peti nga Italia po flas. Buongiorno Bledo. Si kam Aldo, mirë. Mirë, ti vetë si ke qenë? Mirë, ja, po ikim për punë. Sa për temën mora pak a shumë, me bëhat e opinionit tim. Tani, halli më të madh e ka burri. E ka burri? Po, mendimi im. Okej. Pse gjykon kështu? E gjykoj se e vet më shumë me një burri, ose puna e shtëpisë pa gjati burri. E vet më shumë. E vret vendi më shumë. Lodh më shumë, ka më shumë sakrifise, u do. E kuptoj. Se gruaja ka ato të tyre të vogla të. Po, e qartë. Mirë Blet, falenderoj shumë për telefonatën. Edhe punë të mirë. Gjithë të mia. Atëherë bie sa është ora, po. I bie të kemi shumë pak momente publicitet për të rikthyer përsëri këtu në studio. Vijoni dashmiq për të prenotuar. 069 4041 003. Nuk vonohemi. Mirë, ja të kemi përsëri të dashur miq këtu në studion tonë Lëvizje, jemi në Sheshin Tereza me një koleg të vjetër, do të thonë të gazetarët e vjetër, zoti Lutfi Dervishi, I cili nuk është se del shpesh në ekran. Paktën në këto emisione me panele. I dashur mirëmëngjes. Mirëmëngjes Aldo. Mirëmëngjes. Nuk e di, sot është 3 maj. Duhet të gëzuar festën e lirisë të fjalës, e lirisë të shtypit. Është një përkujtimore me fakt që thjesht e pam në Wikipedia se nuk është se përmendet shumë. Në fakt ke të drejtë edhe në këtë dilemën, domethënë thuash urime apo ngushëllime. Jo është mirë. Është përkujtimore, është edhe një lloj këmbane, në kuptimin që a ka kuptim të flasim për liri shtypi në një vend ose për lirit gazetarëve në një vend kur pronarët e tyre nuk janë të lirë. Sigurisht. Domethënë, tjetër ëndër për gazetarin ka qenë le të themi në 90-ën, do bëjmë kështu, ka qenë tjetër garë dhe për më tepër kur nuk është se ka shtyp. Nëse platformat sociale quhen shtyp, okay, dakord. Po që sikur kanë ndruar sikur ka lëviz të qenit eksakt antari i shtypit ose pjesëtari I shtypit apo lider në shtypin shtyptar. Është eksakt me një fjali u bë diagnozën e shtypit në dy epoka. Ju thatë gazetari I vjetër me të drejtë, sepse ne kemi filluar gazetarin nga shekulli I kaluar. Dhe për kufizimin që u bë drejt tek rrjetet sociale, le të qëndrojmë pak këtu në këtë moment, të themi që nuk I kemi rrjetet sociale ose nuk kanë ardhur teknologjia me internetin dhe me këto historit me aplikacionet. Kur flasim për ditën e lirisë shtypit, ne e përkujtojmë ose e kujtojmë si një pushtet, I cili ka një mision, themi, ka një objektiv. Si pushtet apo si shërbim? Jo, e ka qenë si pushtet në sensin që të themi... Shqiptarët e kanë pas frikë. Okej.
themi metafora juaj tani, domethënë si kamarier apo si roje. Domethënë qëllimi kryesor ka qenë roja, që ti të shohësh çfarë bën tre pushtetet e tjera. Jo vetëm thjesht të ruash, po edhe të bësh këtë zbavitin dhe edukimin. Dhe ky ka qenë roli klasik, pra. Edhe kjo gjë u besoi gazetarëve, të cilët edhe ata nuk e bënin vetë në vetvete, po e bënin përmes institucionit që punonin, pra gazeta, radio, televizioni. Po, mbarti me vetë edhe peshën, edhe emrin, edhe logon. Po, që do të thotë, kishte një sistem verifikimi, njerëzit merrnin vesh çfarë ndodhte në dynja, në këtë dynja të vogël, përmes medias, se s'kishte mënyrë tjetër. Gazetës. Gazeta, radio, televizioni, sateliti, do të thënë kjo ishte historia se si informohej mileti. Ndërsa, do të thënë, ndoshta shkojnë këto turqizmat në mëngjes, po tani nuk është më kjo histori. Edhe historia që ne gabojmë, do të thënë, është kjo që e kujtojmë median me nostalgji për atë mision që ka pas, për atë rol, për atë vend, për atë peshë, për atë hapësirë, që nuk e ka më. Për 1000 arsye. Po marrim dy sense gjykimi, do të thënë, po flasim për gazetar dhe po flasim për media. Media është tjetër gjë, gazetari është tjetër. Është një gjë, ndërsa gazetari është një gjë tjetër. Do me thënë, pavarësisht nga media ku shkon, të cilë Dervishi, apo dikush tjetër, apo isi tjetër është ai që është. Pra, unë i besoj këtij personi. Po. Për marrë rastin tënd konkretisht. Media pastaj është tjetër peshë. E kuptoj. Tjetër gjë. Unë personalisht, dashur Luti, unë jam parimin që nuk kam më. Nuk kam më gazetar, ne jemi punonjës televizioni. Ja ku jemi këtu tek këto kompleksi i bukur i betonit, te arkeologjia. Zona e Sheratonit, pak më tej. Para disa vitesh ka qenë themi gjelbrim, kur e kishte Arabi. Tani e ke beton. Pra ke një mjedis krejt tjetër. Do të thënë është i njëjti vend, por mjedisi është krejt tjetër. Është i njëjti Lutfi dhe Aldo, por mjedisi që punon është krejt tjetër. Do të thonë ka ndryshuar, të themi mjedisi. Për çfarë? Edhe për faktin sepse për të informuar tani informon kushdo. Do të thënë ajo vajza që po kalon me nxitim në vijat e bardha, ai djali që ka celularin dhe po i bën selfie dy shokëve të vet, ai ndoshta po bën live në TikTok. Pra, mënyra se si ne informohemi dhe informojmë ka ndryshuar në mënyrë rrënjësore. Ajo që pyetja juaj e nënkupton, domethënë, është që mbetet një gjë e pandryshueshme. Do të thënë, individi që punon si gazetar është i besueshëm apo jo? Është punonjës propagande apo e ka pasion ende gazetarin? E bën gazetarin se ka vërtet diçka për të thënë, apo do me patjetër që të thotë diçka. Do të thënë, kjo është, si thuaç, gjendja e re, pa i hyrë historive me pronësinë, sistemin ligjor, drejt informacionit të tjerë, që është një histori pak më e komplikuar. Tani problemi është që fjala vërtet është e lirë, se çdo kush mund të shkruajë atë që do, atë që mendon ose mund ta thotë, të xhiruar apo të shkruar, s'ka rëndësi ka. Problemi është tek pesha, pra më tepër kjo do të ishte dita e peshës, fjalës e saj lirisë. Eksakt, do të thënë me dy fjalë është, do të thotë epitafi ose themi rëndësia, ka të bëjë me fjalën. Po i referohem, po i themi 500-600 vjet më përpara. Nëse e sheh kanunin e Lek Dugagjinit, ka 3 përcaktime që janë, si thuaç, universale për fjalën, për lajmsin edhe për thashë me gjit. Është në kanun. Pas ka menduar për Facebookun që atëherë. Ka menduar për kohën tonë që në kohën e Skënderbeut. Lek Dugagjini llojin Nostradamus i gati. Skënderbeut të vjetër. Pra, për fjalën thotë që fjala s'bën mort. Është shumë e fuqishme. Fjala s'bën mort. Fjala s'bën mort. Mbrojtja që i ka dhënë fjalës. Tek e dyta që ju e përmendët, lajmsi nuk ka faj. Tek e treta ka një nyje, është nyja 82, thot argatët e skeqjes. Ata thot që flasin e përflasin herë për njërin e herë për tjetrin. Portalet. Me gojen e kanunit, këta thot quhen argatët e skeqjes. Atyre thot asu jep kush punë, asu nëp kush rrogë. Duket se ndonjëherë pavarësisht teknologjisë i ka lëviz shumë gjërat, në thelb nuk ndryshon asgjë.
Por janë disa pyetje të reja. Nëse dikur ti kishe problemin e të drejtës për të folur, a do flasësh, a ke guximin ta thuash? Sot është problemi i të drejtës për të dëgjuar. Ti flet, ulëret, bërtet, qirresh, del në shesh, shesh, atë dëgjon kush. Dhe tjetra është zhurma. Do të thënë ti bëhesh pjesë e zhurmës apo gjen momentin tënd që ajo që ti thua, do të mos bëhet pjesë e zhurmës apo një qëllimi apo politike të caktuar. Pra ka ndryshuar shumë gjëra, edhe jeta është bërë më interesante, po jo më e thjeshtë. Ne kemi kaluar Covidin. Do të thënë dikush shkruan një gjë gabim, edhe gjithë qyteti shkon Tirana, gjysma niset nga Durrësi, gjysma niset nga Elbasani, sepse ka turmën e ka paniku nga një informacion i gabuar. Ti e shet çfarë ndodh, do të thënë në një botë globalizuar, del një nga fiset në Yemen, çon një pushka atje dhe këtu vjen malli mas 2 javësh 30% më shtrenjtë, sepse ka ndryshuar kursin anje transportit, është rrit kostoja dhe ty me një herë të vinë historitë. Thashe themet, keqdashjet, manipulimet, propaganda, të gjitha këto e bëjnë, si thua, jetën më të komplikuar, megjithëse duket më interesante. Ne merremi vesh për ca të vërteta. Do ne këtu të pesë sa jemi, biem dakord se sot është e shtunë. Është 8-10 qerek dhe sot është e shtunë. Por nëse shoqëria mbrin në një pikë që edhe gjërat më thelbësore ti vën diskutim, ose të faktet i vënë diskutim dhe opinionet i quaj gjëra të shenjta, me që jemi edhe në fushat, atëherë është një problem që si tu është si puna e gripit, unë që ti nuk e zhduk, për të paktën përpiqesh ta menaxhosh. Pra, në një farë mënyrë, në kohë që ne jetojmë, profesioni gazetarit është zhbërë ndoshta dhe ka lindur një zanat tjetër që s'po e vëmë emrin, nuk t'i vëmë një emër të ri. Profesioni gazetarit ka ndryshuar. Do të thënë, çfarë gazetarie tjetër gjë mëson në shkollë, tjetër gjë kur tregon luti apo mandi apo ku diun s'po kujtojnë emra tani, tosi ndjes pas, kur tregojnë për këtë histori shkrimi apo këtë ndodhi, këtë ngjarje, këtë lajm, këtë gabim që kanë bërë. Dhe tjetër është tani duket si gjë e pakuptueshme. Brezi im, i dashur që i ka arrit këto të dyja. Pra, unë jam nxënës i Baxhakut. Dhe kur bëj krahasime tani, është sikur janë dy zanate të ndryshme. Po eksakt, sepse te Baxhaku për shembull kur e mora këtë si shembull, po, Baxhaku i ndier që kur shkruante, do të thënë ai nuk shkruante si ma merr mendje mua këtë gjë, ose si e mendoj unë këtë gjë. Por shkonte në terren, bën ato reportazhe të famshme, edhe si thua, edhe kur kalonte në mendim aty ose në opinion, kishte si thua pesh për shkak sepse e kishte prekur gjën, themi në mënyrë konkrete. Si për ju një dhe historinë, për post lajmit. Për post lajmit, po një dhe sfondin e historinë. Ai çështja është kjo që për çfarë liri është të flasim ne? Është kakofoni më tepër se sa liri. Ti s'mund të thuash që do të fusë në burg, po të the diçka. Çfarë do të thuash këtu sot? Do të thënë ndaç ndaj, ku diun, njeriu më të fuqishëm në planet, ndaç ndaj njeriu më të fuqishëm në Shqipëri, nuk ndodh asgjë. Nuk do se do të vi policia, nuk do se do të sjellë një njeri një fletë dhe shkosh në gjyq, sepse është krijuar një situatë pra ekstrem. Kanë qenë dy, ndoshta është një çik temë e fortë përshtatshme për mëngjes, por kanë qenë dy parashikime, dy distopi kanë qenë. George Orwelli me Big Brother që do kontrollohesh, s'do flasësh, libra do ndalohen, e vërteta do kyçet, ti do torturohesh, bla bla bla. Dhe ka qenë Aldous Huxley që ka qenë 13 vjet më parë, po flitet më pak. Ai thoshte saktësisht kundër, gati 100 vjet më parë. 90 sa vjet. Do vi koha thoshte që librat s'do ndalohen, do ketë shumë po si lexon kush. E vërteta thoshte nuk do kyçet, po do zhytet në këto çikrimat e shumta që do qarkullojnë. Dhe njeriu s'do torturohet me dhunë fizike, po me kënaqësi. Do të thënë, kush është kurioz mund ta shohë në Netflix, e kanë bërë me 6 seri këtë librin e famshëm. Pra që do thotë, si do torturohesh me kënaqësi? Do torturohesh që do shohësh 300 herë celularin në ditë, do shohësh çka ka ardhur, si ka ardhur, kush ka postuar, kush ka bërë like, kush ka bërë koment. Dhe
Gjëja ka ndryshuar sepse ne po kërkojmë kush është gazetari sot në kohën kur gjithë janë gazetarë. Siç ka qenë dikur Parrulla, gjithë populli ushtarë, se dalloi dot. Në mos gaboj, nuk e di kush ka. A 24 ora nuk e di kush ka. Çdo kush është reporter, por ka një vite kjo, ti je reporteri i fundit. E kanë kështu si slogan. Ti je reporteri i fundit për shkak të, domethënë teknologjisë. Një njeri me celular në dorë regjistron një aksident, një debat, një Ti je reporteri ynë. Ti je reporteri ynë edhe quhesh gazetar. Tani, ndërkohë raportet ndërkombëtare shpesh e renditën Shqipërinë në nivele jo shumë të larta për lirinë e shtypit. E para si përkthehet kjo? E dyta është realitet? Raportet janë indekse që ndonjëherë mbasin si thua ke parasysh marinarin që s'ka dylbi, po vendos dorën ballë dhe shef ku është bregu këtu, ku është porti atje, çfarë probleme ka. Janë një lloj treguesi dhe po duhet të mbash të njëjtin standard. Nëse ti i beson, duhet t'i besosh edhe kur thonë që je keq, duhet t'i besosh edhe kur thonë që je mirë, edhe kur jenë për keqësim edhe kur jenë për mirësim. Por më shumë se sa raportet, unë besoj që njerëzit e kuptojnë vetë, si thua, gjendjen e lirisë së medias, pavarësisht se nuk janë profesionistë. Me një fjalë është kjo që ti jesh i lirë do të thotë që ti i merr të gjitha vendimet siç ta merr mendja jote bazuar mbi përvojën tënde të punës. E qartë. Domethënë pa të thënë dikush në celular ose pa pas frikë me thënë që me këtë smerrem se kush merret me këtë. Gjithmonë se ke pikurinë e duhur, ëh. Gjithmonë se ke pikurinë e duhur. Po domethënë e ke si thua brenda disa parimeve, se gazetari ka kodin e etikës, ka shefin e vet redaktore që do e pyesi, do e kontrollojë, do e themi. Ajo çfarë ne shohim më tepër është që ka ardhur një kohë tjetër. Pra, nëse media ishte si thua, unë jam në mes pushtetit edhe popullit, tani nuk kam nevojë për të qenë në mes si mediator, si ndërmjetësues, sepse lideri politik, lideri institucional, lideri biznesit, të famshmit e showbizit, komunikojnë drejt për drejt. S'kam nevojë për ty. Nuk ka nevojë për ty. Ato kam Instagramin, kam TikTokun, kam X-in, kam Facebookun, pra ç'më duhesh ti mua? Ti shiko, ti je në një vend që kryeministri ka 2 programe. 3, do të thënë 2 programe në 3 ditë. Pas pak na konkuron ai. Ja, del podcasti Javor. Në televizor. Nuk e bën keq atë si podcasti Javor, por nuk është ajo për cilën si thua paguhet nga taksa paguesit. Podcastin vërtet se bën keq. Jo, është do të thënë kombinimi i bukur i Por ta bëjnë në punë, i aftësisë për të intervistuar dhe për dëgjuar. Në fakt që për dëgjuar më tepër do të ketë më të mprehura në punën e parë. Ose rubrikën sy-më-sy. Do të thënë dikur do të ishte në televizion që dikush do filtronte pyetje, dikush do i bënte tip Hartogo. Tip Hartogo ose question time, koha e pyetjeve. Pra, është një situatë krejt tjetër, edhe që të mbihet është anakatema, fjala e vjetër greke, është përmbysur që të mbihetosh në këtë situatë ka vetëm një monedhë, dhe monedha quhet besueshmëri. Do të thënë ti, a je i besueshëm apo jo? Se gjithsesi, në njeriu në vetvete instinktivisht kërkon një lloj të vërtetë, sado i indoktrinuar të jetë, sado i smur të jetë, sado militant të jetë, ka një kuriozitet për të ditur çfarë ka ndodhur. Në këtë tyre. Këtu pastaj është historia që edhe vetë brenda shtëpisë tonë, çudi e madhe. Kemi problemet tona. Po, pa diskutim. Unë jam i prirur për të thënë që është zhbër si zanat. Mund ta thuajmë. Asnjë nga ne nuk quhet më gazetar, quhet punonjës televizionit. Punonjës i medias. Punonjës në televizion, në radio, në gazetë, në garanci, në portal, pra nuk është turp. Përkundërzi, është punonjës. Madje dhe në botë po ndodh kjo, nuk është po ndodh te neve. Tjetër gjë mendoj gazetaria atëherë. Elon Musk thoshte para disa javësh, muajsh, tani kalon koha shpejt, thoshte që ju jeni media. Do të thënë çdo njeri që kishte llogaritë Twitteri, ish Twitteri dhe te X-i, ju jeni media, thoshte këtë. Dhe ka pas edhe një fushat, si thua, denigrimit medias. Pra për ta denigruar si pushtet, shkojnë në Amerikë që thoshte fake media, fake news. Erdhin në Shqipëri me epitetin Kazan,
Jeni Kazan, mos i dëgjoni, edhe sot e dëgjoni për fushat, mos i dëgjoni ato në dark, se broçkulla bëjnë ata, mblidhen pinë rakie, ku diun, qërën pula. Se po të lajvon që ka emision mëngjesi, ha. Pra, ideja ka qenë kjo që, okay, mos i besoni këta, ne jemi më të besueshëm. Tani, e marrë shufje për pe e shkruar, nuk është se s'ka drejt. E shkruar, jo e dëgjuar. E shkruar, nuk është se s'ka të drejt. Po, duhet t'i kontekstualizojmë gjërat. Që a ka probleme media? Sigurisht që ka. Po a i ka më të mëdha media apo ai që qeveris? I ka më të mëdha ai që menaxhon taksat apo ai që përpiqet kuptoj se si harxhon taksat? Problemi është që ai bën të dyja. Bën dhe media dhe këta, dhe ky është problemi. Tiranësit kanë një fjalë turp, Aldo, që ti e di, domethënë në këtë punë thotë o vil rrusho maj koshat. E qartë. Mos i bëj të dyja, domethënë. Megjithëse domethënë mund t'i bësh. Sidoqoftë, kjo ishte pjesa e vakisë, domethënë për 3 maj ditën e lirisë së shtëpit. Brezi që do vi, që po vjen, brezi që tashmë është në shkollë për gazetarinë. Ç'e pret? Ndoshta mund të lëvizë diçka? Brejt thonë që nëse do ta bësh zotin për të qeshur, tregoj çfarë planesh ke për të ardhmen. Brezi i ri ka një avantazh të madh, ka rinin, energjinë, pasionin edhe dëshirën për të pas jetë publike, sepse është një profesion që ta jep jetën publike më shpejt se çdo vend tjetër. Kë ka shembull vërzëri, dakord me ty? Ky është, si thua, problemi. Sfida, po i them, nuk i them problem sepse ka zgjedhjen. Domethënë sot, ose unë besoj, dhe mund t'jem krejt gabim në këtë, dhe nuk po them që duhet ta ndjekin, që e ardhmja është tek, si thuash, personaliteti i individit. Pra, ai me emrin influencer, gazetar, i njohur, këshillues, nuk e di çfarë emri duhet i vësh, nëse ai, domethënë, do t'jeti besueshëm, dhe besimi nuk është një gjë që ti e merr dhe e fut në çantë, është një gjë e mundimshme që ti e krijon çdo ditë. Ai do të ketë ardhmë sepse do të thetë një institucion besueshmërie. Më shumë se sa brenda strukturës, të themi, mediatike që do të jetë, sepse struktura e medias ka problemet e tjera pastaj që lidhen si thosh me interesat e aksionerëve. Ndoshta njerëzit do të kenë nevojë më shumë për të skanuar edhe për të filtruar propagandën edhe dezinformacionin apo teoritë konspirative. Domethënë sot mos harrojmë, jetojmë në një kohë ku janë bërë konferenca shkencore ndërkombëtare me temën që ashtu ka rrumullak apo e sheshtë. E di, e kam dëgjuar të, po unë e marr si gallat, në kuptimin që okay, ka dalë dikush i bën. Dakor, por diçka fani në ekran. Futu në rrjetet sociale dhe shikon që në atë gallat, domethënë janë qindra mijëra njerëz që jo vetëm besojnë, por janë gati të shpallin armiq. Jo, te kjo ngrohje globale bën sens debati. Po, bën sens. Më kjo është unë të kam ndjekur me të drejtën, që po na ndodh neve apo është një cikël normal që duhet ta kaloj toka në kaq miliarda vite. Bën sens, se ka argumenta nga dy anët që po. Madje gallat u qytë teoria konspirative e Covidit. Por tani me fakt që kanë dalë nga Senati Amerikan, edhe kjo bën sens. Pra, përveç shpresë, ama ju thashe? Rëndësia që tu është... Pra duhet të qërosh fakt. Fact-checking, qërosh orizin i thënë. Që të qërosh në një oriz, po jo oriz kështu si dikur, po... Në një farë mënyrë duhet bërë dhe populli gazetar, komplet, që të arrit... Kanë gjetur një term, nuk është thjesht term, ka i thënë media literacy, edukim mediatik. Edhe ka vende që e kanë filluar nga pensionistët, sepse Finlanda ka filluar nga pensionistët, sepse për vetë formimin, një gjë që shikojnë me gërma shtypi, qoftë në ekran, e besojnë. Titrat. Nëse ai thot për shembull që këto hithrat që ke këtu, këto ferrat, po ti zihesh të bëjnë mirë për diabetin, për tension, ai merr beson dhe fillon dhe po sepse ka dhënë televizori. Sepse televizori është rasti thosh më ekstrem, po e lexon në Facebook ose e lexon në një Instagram, e lexon gjithë prirë ta besoj sepse është mësuar. Është mësuar që një gjë që shikon të shtypur duhet ta besoj. Dhe këto vende kanë filluar nga pensionistët për të kuptuar që informacioni është si ushqimi. Domethënë nëse për ushqimin kemi AKU-n, etiketën, datë skadence, përbërësit, tash që hyn bëhet do të jetë edhe ajo gjurmusi origjinës kush e ka bërë më tet tash. Dhe ti
kërkon ushqim të mirë sepse trupi ka nevojë për ushqim të mirë. Mendja ka një ushqim tjetër, 25% e energjisë së gjithë trupit na shkon përmes trurit. Truri ka informacionin si ushqim. Nëse ky informacion është toksik, edhe mendja është toksike, edhe veprimet janë toksike. Ky informacion tashmë duhet validuar. Nuk e bëjnë dot më vetëm gazetarët, por duhet që ti vetë si konsumator të bësh disa pyetje shumë thjeshta. Ore, a është e vërtet kjo? A ka emër mbi emër ky që e ka thënë këtë? A ka një datë kjo lloj gjëje? A ka ndonjë interes për ta bërë? Sepse ti shikon që mblidhen interesat nga tregtarët që janë shumica, përfundojnë deri tek interesat e marrësisë. Pra, si thua, janë dy shina paralele. Gazetarët e rinj që do të jenë si thua profesionistët e gjeneratës së re, dhe tjetra është një edukim mediatik që mund të fillojë që në klasë të parë, që në kopësht. Do të thënë që të kuptoj që informacioni që përthith ka nevojë për filtr. Ky filtr nuk ekziston më. Ai filtri që flasim ne, ju me të drejtë thatë para medias sociale dhe pas medias sociale. Ky filtr që e bënte gazetaria dikur dhe media nuk ekziston më. Ti po thua të bëhet populli redaktor? Të bëhet populli vigjilent. Domethënë, të bëhet populli vigjilent. Por do bëhet redaktor, por nuk do të presi do të paguhet. E qartë. Sidoqoftë, domethënë, unë të thash rastësisht e pam që ishte data se as kanë nuk e 3 tetorin po, ç'është që një kështu datë tjetër për shtypin, të e dinin, po të 3 maj vëllai se dishim. Dita ndërkombëtare e lirisë shtypit, dhe nga që i thon liria shtypit, shtyp, domethënë që praktikisht gazeta sot është më tepër një gjë që i përket që është për muzeumin se sa për gazeta në formën e vjetër. Ka mbetur si thua është dita që ti kujtohesh të thuash, ora ka liri media në këtë vend, domethënë janë gazetarë të lirë, kanë probleme, ligjore, pranësore, të drejtat e punës. Në fakt, nga çfarë dëgjoj janë shtuar problemet ligjore të gazetarëve. Domethënë ka shumë gazetarë në përgjithësi. Janë shtuar, do të thojmë jo media, gazetar. Jo, janë shtuar, si thua, edhe domethënë shkurtimisht me këtë. Ne kemi më shumë media të regjistruar se sa gazetarë. Domethënë një shifër ishte 923 gazetarë, në një kohë që njësi mediatike, duke futur portalet ti ke më shumë. Pra si thua, ka një mbi popullim. Është si në Era Albania, mos të jenë 20.000, po të jenë 40.000 veta. Ti praktikisht nuk e bën dot lojën me ato. Dhe problemi i gazetarëve është problemi i zanatave, ju e përmendët një epitet, ashtu s'm kujtohet, zvetnim ose zverdhur është. Do të thënë është zhvlerësim ose është një gjë që po ikën. Pra, do të thënë është një profesion që s'është profesion. Në tranzicion po i them, që nuk e kam atë pesh, atë rëndësi që kishte dikur. Do të thënë është thjesht koha po ndryshon. Na pëlqen apo s'na pëlqen, do t'i nënshtrohemi dhe duhet të jemi të ndërgjegjshëm që si thua, informacioni është vital. Domethënë njeriu operon gjithmonë në atë, ne dikur kemi pas besën, është qartë. Pastaj doli shkresa. Edhe fjala ishte që doli shkresa iku besa. Çështja është shkresës do t'i besosh, një gjë së shkruar. Qartë. Ndërsa tani duhet t'i besosh algoritmit, po kjo është histori tjetër. Po të futet algoritmit dhe inteligjenca artificiale është naza e hëna. Të lexojmë me shumë dashuri, madje edhe e komentojmë këtu në studio të gjitha shkrimet në faqen tonë në internet. Ky është komplimenti më i bukur i Jo, i komentojmë vërtet. I muajit. Komentojmë ose i bëjmë kështu screenshot edhe edhe të falenderoj shumë qoftë për këto fjalë, po edhe për prezencën tënde në studio si një shije e asaj verës së vjetër, ke parasysh që kam një gotë, kam një verë të mirë, ma ruaj ta pim këtë datë. I dashur, shumë faleminderit. Shumë faleminderit për ftesën, kohën dhe kafen. Edhe mirupjekshim mbas kaq shumë kohësh. Po. Falenderoj shumë i dashur. Profsh. Mirë, vijojmë. Megjithëse fjala things have changed. Okej. I bie të kemi shumë pak momente publicitet për të rikthyer përsëri në studio. Nuk vonohemi.
Shumë, jate kemi në qytetin e Durrësit, Zemra Mëngjesi. Mirë mëngjesi, Zemra Mëngjesi nga qyteti i Durrësit. Qa bëjnë ndja? Nëse shihet, diell, qetësi, se javë, kënd shumë e pak fjalë. Ç'ka në atë? Megjithatë, Aldo, java ka qenë goxha, domethënë e ngjeshur, por ditën e djeshme kemi pasur një lajm ku le të themi që kanë filluar dhe problemet midis çiftit, sepse çifti po flet vetëm, pra njëri në një shtëpi dhe tjetër në një shtëpi tjetër. Kjo për arsye sepse nuk flen rahat nëse janë në të njëjtin shtrat. Kuptova. Dhe nga kjo gjë kanë filluar dhe ato debatet me njëri tjetrin që shikon nëse ne do vazhdojmë të flejmë në të njëjtën mënyrë, atëherë më mirë ndahemi edhe kështu me radhë. Mirë, po patjetër nuk do. Edhe kështu le të themi që shpresojmë të stabilizohet kjo situata e tyre të mësojnë të flenë me njëri tjetrin. Tjetër gjë pasaj Aldo ka të bëjë për sa i përket këtyre partive që ka filluar konkurenca, çdo ditë edhe shtohet më tepër, edhe pse s'kam qejf të flas për këtë temë, por që kushton me fol. Shohim këto debatet dhe këto konkurencat midis tyre. Megjithatë, një lajm tjetër Aldo ka të bëjë për sa i përket punimeve, të cilat vazhdojnë në qytetin e Durrësit nëpër rrugë dhe rrugica të ndryshme, por që krejt papritur edhe ndërpriten ndonjëherë. Dhe për këtë arsye fillojnë dhe ngrihen domethënë njerëzit që ja pse i kanë ndërprerë kështu me radhë, sepse erdhi sezoni turistik edhe nuk duan që të kenë trafik për shkak të kësaj gjëje. Marrja. Një tjetër që pastaj Aldo ka të bëjë në fakt me një grup çunash, të cilët ditën e djeshme, më saktë mbrëm, janë zënë me njëri tjetrin dhe nuk është kuptuar kush është arsyeja, por që janë rrahur dhe janë gjakosur midis tyre. Deri në këto momente nuk di gjë tjetër, por kaq mora vesh. Një tjetër që pastaj Aldo ka të bëjë për sa i përket një zonje e cila ka shkuar te ish bashkëshorti i saj, sepse janë në moshë të dy dhe i ka kërkuar që i hapi derën dhe të jetojnë bashkë. Kjo për arsye se nuk jeton dot me nusën e djalit pasi djalin nuk e kanë marrë. Dhe në fakt Aldo ka ndodhur gjë e bukur pasi ai ka hapur derën dhe ka pranuar zonjën, duke qenë se dhe ai është i vetëm në shtëpinë e tij. Pra do pleqërojnë bashkë. Pastaj një lajm tjetër Aldo ka të bëjë me një zonjë e cila ka 2 fëmijë, është divorcuar dhe ka shkuar dhe i është dorë bar babait të saj. Mirë po, duke qenë se kanë shumë shpenzime, fëmijët bashkë me zonjën në fjalë, papai ka thënë që të dalin vetëm dhe të bëjë 2-3 punë sepse nuk i mban dot, por çfarë i ka bërë ajo? E ka vjedhur Aldo, e ka vjedhur një shumë parash dhe është larguar nga shtëpia. Po. Si ndodhi? Është e vërtet, po si ndodhi. Ndoshta e kërcënon në këtë mënyrë ose ndoshta i thotë që okay, të njëjtën gjë do të bëj për herë, kështu që më nxorë nga shtëpia, por nuk mund ta përballoj dot jetën vetëm. Dhe në fund dhe në fund Aldo, kemi të bëjmë me një rast ku 2 vajza të cilat jetonin në një shtëpi, por që kjo gjëja në fakt është bërë shumë e bezdishme pasi hynë disa meshkuj. Kumi? Nga njëra vajzë në shtëpi. Për shembull, tani ka shkuar me njërin, më mbas ka shkuar me filanin. Domethënë njëri me një dhe kështu që për vajzën tjetër kjo gjëja është bërë pak problem Aldo. Sepse edhe kur e marrin familjarët duhet dalë jashtë dhe të flasin, dhe ndërkohë i kërkojnë llogari që po ti vetëm jashtë të ri nuk shkon ndonjëherë. Qartë. Dhe kështu Aldo. Me zemra suksese në jetë. Kalofshin një ditë. Dhe gjanë gjithë të mirat. Vjojmë më tej. Mrekulli, jemi në fund fare tani në Shkodër. Zemra Mëngjesi. Mirëmëngjesi Aldo, mirëmëngjesi gjithëve. Çfarë bëhet andi? Me këtë mëngjesin e mrekullueshëm, çfarë them, kemi patur mbrëm një natë festive deri në orët e para të mëngjesit. Ti më çfarë do? Kote? Jo, për shef, mlodhem aty në pedonale. Kishin këngëtare, gjëra, muzikë, duke e kërcyer, duke e kënduar. Edhe sigurisht kishim edhe pjesëmarrjen e kandidatëve. Na pani. Dhe ishte një festë shumë interesante dhe shumë e bukur. Po ishinin domethënë nga video që po postoheshin pafund që po kërcenin e po këndonin e. Nuk e di, domethënë ishte një atmosferë e jashtëzakonshme, më erdhi shumë keq që humba. Pse? Jo se nuk shkoha dot, po ideja që po e shija nga videot dhe u mahnita me sa të drejtën me atë lloj entuziazmi. Po çfarë kishte për mahnin ti aty?
Po kërcenin të gjithë, po këndonin, kishin ardhë këngëtare dhe nga Greqia, ishte atmosfera goxha e zjarë, do me thënë. Edhe, po, edhe njerëzit dukeshin shumë optimist për jetën, edhe... Mbrëm, po sot, si duke? Sot akoma vetën nga birët, po që po presim festën tjetër të radhës. Po, dhe sot do kemi një tjetër fest që sa harroj. Sot kemi festën. Ishin pa leka? Jo, me lek. Duket me lek, po. Me çmim të reduktuar. Sot kemi festën e muzikës jazz, që është kështu retro e gjëra. Po ku është muzika jazz për fest? Po, ne sillim në këtë lloj forme që bëhet një festë shumë madhështore me thënë të drejtën gjatë gjithë ditës sot, kështu që do të kemi një tjetër ditë shumë të angazhuar me ballë, me festa, me gjëra. Ballë jazz, herë e parë që njëjoj. Si ka qenë me ballë jazz? Po, jo muzika jazz që supozohet që sot do vishim si në vitet 20-30. Dhe do kemi pak stilin retro, do sillim këtë lloj atmosfere, do kemi edhe atë trenin si dikur me gjërat që i përkasin atyre viteve dhe është një fest, çdo gjë për ne është fest, kjo është ideja. Me zi pres të më çosh një video kështu valle jazz. Valle jazz. Te kamerak. Po i kemi gjitha stilet e valleve ne këtu. Mjafton se kemi arsye për të kërcyer. Kalofshi sa më mirë dhe pres videon. Faleminderit shumë, patjetër. Ja të mbaroj emisionin, futem në YouTube ta kërkoj valle jazz. Valle jazz, se çfarë do dalin? Do dalin këto festat tona në shkollë. Aman të keqe. Ja ta shohim, mirë. Të dashur miq, me pak fjalë ky është programi për sot dhe për këtë javë. Kalofshi një fundjavë sa më të mbar, sa më të mirë. Dëgjohemi e shikojemi me Kespet Zotit sërish të hënën në 7 pa 1 minutë. Tong, tong.